Egli tako Legarën, largohet nga Big Brother VIP Albania 4, një largim i papritur ka tronditur shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4, pasi Egli tako ka vendosur të braktisë Garën. Vendimi i saj ka ardhur mes tensioneve të vazhdueshme dhe situatave të ngarkuara emocionalisht, të cilat duket se kanë ndikuar në qëndrimin e saj brenda shtëpisë. Lajmi u bë i ditur nga vëllai i madh, i cili konfirmoi se Egli kishte kërkuar të largohej për arsye personale. Banorët mbetën të habitur dhe të prekur nga ky vendim, pasi shumë prej tyre nuk e kishin pritur një largim kaq të shpejtë. Gjesti, i shokuar, sinqerisht nuk e prisja këtë. Ajo ishte një nga lojtarët më të forta këtu. Gerta, e emocionuar, pavarësisht debateve që kemi pasur, më vjen keq që po ikën kështu. Valbona, ishte një lojtare që i dha shumë kësaj shtëpie. Do të na mungoj. Në momentin e daljes, Egli i përqafoi disa prej banorëve, ndërsa të tjerët u dukën të distancuar, duke e parë largimin e saj si një mundësi për të ndryshuar dinamikat e lojës. Ky largim ka ngjallur shumë diskutime edhe mes ndjekësve të spektaklit, me disa që spekulojnë se presioni i madh emocional dhe debatet e fundit mund të kenë ndikuar në vendimin e Eglit për t'u larguar. A do të ndikojë ky largim në strategjitë e banorëve të tjerë? Kush do të përfitojë më shumë nga kjo situatë? Mbetet për t'u parë në episodet e ardhshme të Big Brother VIP Albania 4. Gjesti zbulon të vërtetën, ishte vetëm një prank, ai nuk largohet nga shtëpia Big Brother VIP Albania 4, pasi shkaktoi një tronditje të madhe mes banorëve dhe shikuesve me deklaratën e tij të papritur se do të largohej. Gjesti më në fund zbuloi se gjithçka ishte thjesht një shaka. Ky veprim i tij i la disa banor të nervozuar, ndërsa të tjerë e morën me sportivitet dhe qeshën me situatën, pasi kaluan orë të tëra duke spekuluar nëse ai do të dilte vërtet nga loja. Gjesti më në fund e pranoi. Gjesti, duke qeshur, "Hë tani, e besuat vërtet? Nuk do iki askund, thjesht po testoja reagimet tuaja." Banorët reaguan në mënyra të ndryshme. Danja, duke qeshur, "E dija unë. Gjithmonë ke këto lojrat e tua." Gerta, me nervozizëm, s'është fare qesharake. Na lodhe me këto drama të kota. Valbona, duke tundur kokën, kuptoi që Big Brother është lojë, por disa gjëra nuk bëhen shaka. Kjo situatë ka ndezur diskutime edhe jashtë shtëpisë, me fansat e ndarë mes atyre që e shohin këtë si një lëvizje argëtuese dhe atyre që e konsiderojnë si një lojë manipulative. A do të ndikojë ky veprim në marrëdhëniet e Gjestit me banorët? A do të humbas ai besimin e tyre pas kësaj shaka? Kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim në Big Brother VIP Albania 4. Tronditet Gabani. Emergjenca familjare e detyron atë të lërë menjëherë shtëpinë Big Brother VIP Albania 4. Një situatë e papritur ka tronditur shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4, pasi Gabani është detyruar të largohet menjëherë nga loja për shkak të një emergjence familjare. Lajmi ka ardhur si një rufe në qiell të hapur, duke lënë banorët të shtangur dhe të emocionuar. Mbrëmja nisi normalisht, me banorët të angazhuar në bisedat e tyre të zakonshme, derisa vëllai i madh e thirrri Gabanin në dhomën e rrëfimit. Pas një bisede të shkurtër dhe serioze, ai doli nga dhoma me një shprehje të shqetësuar dhe menjëherë njoftoi banorët se duhej të largohej nga shtëpia. Gabani, me zë të dridhur, "Më vjen keq që po largohem kështu, por më duhet të jem pranë familjes sime tani. Ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme me ju të gjithë." Banorët e tjerë reaguan me habi dhe trishtim, duke u përpjekur të kuptonin më shumë për situatën. Disa prej tyre e përqafuan, ndërsa të tjerë mbetën të heshtur nga shoku. Danja, me lot në sy, "Nuk e di çfarë të them. Është e tmerrshme kur ndodhin gjëra të tilla. Shpresoj që gjithçka të shkojë mirë për ty." Gerta, qëndroi fort, "Gjithçka do të rregullohet. Jemi me ty." Gjesti, kjo na kujton që jeta jashtë është më e rëndësishme se çdo lojë këtu brenda. Pas pak minutash, Gabani mori valixhen dhe u drejtua drejt derës së daljes, mes duar trokitjeve dhe përqafimeve të banorëve. Vëllai i madh ende nuk ka dhënë një deklaratë të plotë mbi situatën, por pritet që në spektaklin e radhës të zbulohet më shumë rreth arsyes së largimit të tij. A do të ketë ndonjë mundësi për rikthimin e Gabanit nëse situata familjare e lejon? Apo ky është fundi i rrugëtimit të tij në Big Brother VIP Albania 4? Valbona ofendon Eglin. "Ti je turpi i prindërve të tu." Big Brother VIP Albania 4. Një debat i ashpër ka shpërthyer në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 mes Valbonës dhe Eglit, ku tonet janë ngritur dhe fjalët kanë kaluar çdo kufi.
Tensionet mes tyre kanë qenë të dukshme prej ditësh, por këtë herë situata ka dalë jashtë kontrollit kur Valbona përdori një fyrje të rëndë ndaj Eglit, duke e quajtur atë turpi i prindërve të saj. Gjithçka nisi pas një diskutimi të zakonshëm mbi sjelljet e banorëve në shtëpi, ku Egli kritikoi mënyrën se si disa persona po luajnë me strategji të dy fishta. Valbona, e cila është ndjerë e sulmuar, nuk e priti mirë këtë koment dhe reagoi menjëherë. Valbona, e nervozuar, mjaft më me këto llafet e tua boshe, se ti e fundit që duhet të flas për karakter. Egli, duke qeshur me ironi, unë flas për atë që shoh, nuk po shpik asgjë. Ti je ajo që kapesh me të gjithë, vetëm për të dalë mbi të tjerët. Valbona, duke ngritur zërin, ti je turpi i prindërve të tu. Nuk e di si nuk të vjen turp për ato që bën dhe si sillesh këtu brenda. Egli, e shokuar, si guxon të flasësh për familjen time? Ti nuk di asgjë për mua, mos e kalo kufirin. Valbona, kufirin e kalon ti me sjelljen tënde. Gjithë Shqipëria po të sheh, e ti ende bën sikur nuk kupton. Në këtë moment, disa nga banorët u përpoqën të ndërhynin për të qetësuar situatën, por Egli ishte dukshëm e prekur nga fjalët e Valbonës dhe u largua nga dhoma, duke mos dashur ta vazhdonte më tej debatin. Fjalët e ashpra të Valbonës kanë shkaktuar reagime të forta si brenda shtëpisë ashtu edhe jashtë saj. A do të ketë një përballje tjetër mes tyre apo vëllai i madh do të marrë masa për këtë konflikt? Mbetet për t'u parë në vazhdim të Big Brother VIP Albania 4. O kurv, debat jashtër mes Gertës dhe Valbonës, Big Brother VIP Albania 4. Tensionet në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 janë rritur ndjeshëm, me një tjetër përplasje të fortë mes Gertës dhe Valbonës. Dy banoret, të cilat më parë kanë pasur marrëdhënie të tensionuara, këtë herë shpërthyen në një debat të ashpër, ku nuk munguan fyerjet dhe akuzat personale. Gjithçka nisi gjatë një diskutimi në dhomën e ndenjës, ku Valbona u shpreh se Gerta po përpiqej të manipulonte situatat në shtëpi dhe të bënte lojën e viktimës. Kjo deklaratë e acaroi tej mase Gertën, e cila reagoi menjëherë. Valbona, e nervozuar, ti gjithmonë mundohesh të bësh viktimën. Mjaft më. Se të gjithë e kemi kuptuar. Gerta, duke qeshur me ironi, unë viktim? E po kjo është qesharake. Ti je ajo që nuk di çfarë thua dhe ndryshon mendje çdo ditë. Valbona, duke ngritur tonin, po ti çfarë je atëherë? O kurv, boll më se na lodhe. Gerta, e shokuar, çfarë the? Më the çfarë? Në këtë moment, situata u tensionua edhe më shumë, me Gertën që shpërtheu ndaj Valbonës, ndërsa disa banorë u munduan të ndërhynin për të qetësuar debatin. Gerta, duke i bërtitur, kush je ti që flet kështu për mua? Nuk të lejoj të më ofendosh në këtë mënyrë. Valbona, po çfarë do bësh? Të vërtetën thash. Gerta, ti je një person pa karakter. Asnjëherë nuk ke një mendim tëndin, gjithmonë ndjek të tjerët. Pasi debati u bë edhe më i ashpër, vëllai i madh ndërhyri duke i thirrur të dyja në dhomën e rrëfimit për të qetësuar situatën. Kjo përplasje e ashpër ka shkaktuar reag. O kurv, debat i ashpër mes Gertës dhe Valbonës, Big Brother VIP Albania 4. Tensionet në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 janë rritur ndjeshëm, me një tjetër përplasje të fortë mes Gertës dhe Valbonës. Dy banoret, të cilat më parë kanë pasur marrëdhënie të tensionuara, këtë herë shpërthyen në një debat të ashpër, ku nuk munguan fyerjet dhe akuzat personale. Gjithçka nisi gjatë një diskutimi në dhomën e ndenjës, ku Valbona u shpreh se Gerta po përpiqej të manipulonte situatat në shtëpi dhe të bënte lojën e viktimës. Kjo deklaratë e acaroi tej mase Gertën, e cila reagoi menjëherë. Valbona, e nervozuar, ti gjithmonë mundohesh të bësh viktimën. Mjaft më. Se të gjithë e kemi kuptuar. Gerta, duke qeshur me ironi, unë viktim? E po kjo është qesharake. Ti je ajo që nuk di çfarë thua dhe ndryshon mendje çdo ditë. Valbona, duke ngritur tonin, po ti çfarë je atëherë? O kurv, boll më se na lodhe. Gerta, e shokuar, çfarë the? Më the çfarë? Në këtë moment, situata u tensionua edhe më shumë, me Gertën që shpërtheu ndaj Valbonës, ndërsa disa banorë u munduan të ndërhynin për të qetësuar debatin. Gerta, duke i bërtitur, kush je ti që flet kështu për mua? Nuk të lejoj të më ofendosh në këtë mënyrë. Valbona, po çfarë do bësh? Të vërtetën thash. Gerta, ti je një person pa karakter. Asnjëherë nuk ke një mendim tëndin, gjithmonë ndjek të tjerët.
Pasi debati u bë edhe më i ashpër, vëllai i madh ndërhyri duke i thirrur të dyja në dhomën e rrëfimit për të qetësuar situatën. Kjo përplasje e ashpër ka shkaktuar reag. Valbona ofendon Eglin, ti je turpi i prindërve të tu, Big Brother VIP Albania 4, një debat i ashpër ka shpërthyer në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 mes Valbonës dhe Eglit, ku tonet janë ngritur dhe fjalët kanë kaluar çdo kufi. Tensionet mes tyre kanë qenë të dukshme prej ditësh, por këtë herë situata ka dalë jashtë kontrollit kur Valbona përdori një fyrje të rëndë ndaj Eglit, duke e quajtur atë turpi i prindërve të saj. Gjithçka nisi pas një diskutimi të zakonshëm mbi sjelljet e banorëve në shtëpi, ku Egli kritikoi mënyrën se si disa persona po luajnë me strategji të dy fishta. Valbona, e cila është ndjerë e sulmuar, nuk e priti mirë këtë koment dhe reagoi menjëherë. Valbona, e nervozuar, mjaft më me këto llafet e tua boshe, se ti je e fundit që duhet të flas për karakter. Egli, duke qeshur me ironi, unë flas për atë që shoh, nuk po shpik asgjë. Ti je ajo që kapesh me të gjithë, vetëm për të dalë mbi të tjerët. Valbona, duke ngritur zërin, ti je turpi i prindërve të tu. Nuk e di si nuk të vjen turp për ato që bën dhe si sillesh këtu brenda. Egli, e shokuar, si guxon të flasësh për familjen time? Ti nuk di asgjë për mua, mos e kalo kufirin. Valbona, kufirin e kalon ti me sjelljen tënde. Gjithë Shqipëria po të sheh, e ti ende bën sikur nuk kupton. Në këtë moment, disa nga banorët u përpoqën të ndërhynin për të qetësuar situatën, por Egli ishte dukshëm e prekur nga fjalët e Valbonës dhe u largua nga dhoma, duke mos dashur ta vazhdonte më tej debatin. Fjalët e ashpra të Valbonës kanë shkaktuar reagime të forta si brenda shtëpisë ashtu edhe jashtë saj. A do të ketë një përballje tjetër mes tyre apo vëllai i madh do të marrë masa për këtë konflikt? Mbetet për t'u parë në vazhdim të Big Brother VIP Albania 4. Egli tenton të pres nishanin, banorët shqetësohen për gjendjen e saj. Big Brother VIP Albania 4, një moment dramatik ka tronditur shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4, pasi Egli është parë në një gjendje emocionale të rënduar, duke bërë një veprim që ka shqetësuar banorët e tjerë. Sipas disa prej tyre, Egli ka tentuar të pres një nishan në trupin e saj, gjë që ka bërë që situata të bëhet alarmante brenda shtëpisë. Gjithçka ndodhi gjatë një momenti të qetë, kur disa prej banorëve vunë re që Egli ishte e distancuar dhe nuk po ndihej mirë. Pas disa minutash, ajo u kap duke prekur me ngulm një nishan, duke tentuar ta heqë atë vetë. Gjë që menjëherë shkaktoi panik tek të pranishmit. Gerta, e shqetësuar, Egli, çfarë po bën? Lëre atë punë, mos e prek vetë. Gjesti, duke ju afruar, Egli, ndalu. Nuk je mirë, duhet të qetësohesh. Hajde, ulu dhe flasim. Egli, duke ulur kokën, me zë të ulët, nuk është asgjë. Thjesht dua ta heq, kaq. Valbona, e kupton që kjo nuk është normale? Nuk mund ta bësh këtë gjë këtu, asgjë nuk është kaq serioze sa për të arritur këtu. Pas këtij momenti, vëllai i madh u detyrua të ndërhynte, duke thirrur Eglin në dhomën e rrëfimit për të kuptuar më mirë gjendjen e saj emocionale. Banorët u mblodhen së bashku, duke diskutuar për shqetësimin e tyre dhe duke u përpjekur të kuptojnë nëse Egli ka nevojë për ndihmë të mëtejshme. Ky moment ka tronditur publikun dhe ndjekësit e spektaklit, të cilët kanë nisur të diskutojnë në rrjetet sociale mbi shëndetin emocional të konkurrentëve dhe mbi përgjegjësinë e Big Brotherit në raste të tilla. A do të marrë masa produksioni për të mbrojtur mirëqenien e Eglit? Mbetet për t'u parë në vazhdim. Sot do iki. Gjesti bën deklaratën para banorëve, a është kjo një lojë e tij? Big Brother VIP Albania 4, një moment dramatik ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4, kur Gjesti ka bërë një deklaratë të papritur para banorëve, duke thënë se ai do të largohet nga loja. Kjo ka shkaktuar habi dhe diskutime të shumta, pasi disa besojnë se ai është serioz, ndërsa të tjerë mendojnë se mund të jetë thjesht një strategji për vëmendje. Gjithçka nisi pas një dite të tensionuar, ku Gjesti duke i menduar dhe i mbyllur në vetvete. Mbrëmjen e kaluar, gjatë një bisede me disa banor, ai shpërtheu duke thënë, Gjesti, me ton të vendosur, sot do iki. Nuk kam çfarë bëj më këtu. Jam lodhur me këtë lojë. Kjo deklarat i la të gjithë të shtangur, ndërsa disa u përpoqën ta bindnin që të mos merrte vendime të nxituara. Valbona, e shqetësuar, pse po flet kështu? Çfarë ka ndodhur që të çojë në këtë pikë? Gerta, me ironi, po kush të mban ty? Nëse do të ikësh, dera është atje.
Gjesti, duke buzëqeshur me nënkuptim, mos u gëzoni shumë, se ndoshta thjesht po ju vë në provë. Ky moment ngriti dyshime mes banorëve, me disa që besojnë se ai po luan me emocionet e tyre për të marrë vëmendje dhe për të testuar reagimet. Ndërkohë, vëllai i madh ende nuk ka dhënë një përgjigje mbi këtë situatë. Duke lënë të hapur mundësinë që gjithçka të jetë një taktikë e Gjestit për të krijuar dramë brenda shtëpisë, a do të largohet vërtet Gjesti apo kjo është thjesht një lëvizje strategjike për të qëndruar në qendër të vëmendjes? Mbetet për t'u parë në episodet e ardhshme të Big Brother VIP Albania 4.